do të merrte shumë kuptim nëse kjo qeveri do të ishte vërtet perëndimore, do sillte si perëndimore para se të sillte rezoluta servile të këtij lloji, të cilat sigurisht ka një vlerë për të thënë botës që Shqipëria është pjesë e perëndimit, por në fakt ne e kuptojmë që këto rezoluta që janë bërë të njëra pas njëshme, është thjesht për të shpëtuar fatin politik të Edi Ramës, në atë e dim që çfarë do ndodhi së shpejti dhe nevoja për të treguar sa më shumë servil në sytë e perëndimorëve na bën që të cilë dhe rezoluta të tilla. Fakt është shumë qesherake kur e mendon që ne bëjmë një rezolut kundër Iranit dhe Irani na ka sulmuar, parlamentin madje, dhe asnjë nga maxhoranca nuk kërkon mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Edhe nëse do e kërkojmë mbledhjen, do kuptojnë që çfarë kemi bërë vetes ne me krimin organizuar, me doset e akshit e të tjerë, me marrjen e të dhënave, nuk na ka bërë Irani. Se flasim ne në luftën kundër lindjes, por Senati Amerikan thotë që Kina pas ka rritur me 23% tregtin me Shqipërinë vitin e kaluar. Çfarë vendi perëndimor është kjo? Nuk rriten bizneset amerikane, rriten bizneset e Kinës. Në fakt, çfarë u bëhet shqiptarëve këtu ngjan shpesh edhe se çfarë u bën ajo garda iraniane popullsisë së vet atje. Ja u them unë, lutem ta mbaroj. Ka 2 muaj që ndodhi protest në një fshat katolik të Shqipërisë për të drejtën e pronës. A e keni parë videot dhe fotot, zonja dhe zotrinj, se si polic privat me kapuç të zinj dhe shkopa gome rrahin banorët tamam si gardianët iranian islamik. Asnjë për jush nuk ka folur për të. Edhe janë shuar për drejtën e pronës. Dhe ju flisni për një Shqipëri perëndimore. Dhe në fakt, Shqipëri perëndimore që çmimi i naftës rritet pa u bllokuar ngushtica e Hormuzit, apo ku njerëzit dhunohen pse ecin me monopatina, dhe ç'është më e rënda që po fole për to çështje, po fole për të drejtat e njerëzve në këtë vend, përjashtohesh nga parlamenti. Kjo nuk është Shqipëri perëndimore. Dhe ç'është më e rënda sërish, zonja dhe zotrinj, nëse ne do të ishim vërtet një vend që do ishim afër perëndimit, nuk do vendosnin mbrojtje politike siç bët me zonjën Balluku. Shqipëria sot është më larg nga perëndimi se asnjëherë më përpara dhe kjo bëhet vetëm për fatin politik të Edi Ramës, i cili tashmë ka vendosur që integrimi i Shqipërisë të mos kalojë nga Brukseli, por të kalojë nga Beogradi. Kjo është fatkeqësia juaj dhe maxhorancës tuaj ilegjitime tashmë. Faleminderit. Fjala për kryetarin e grupit parlamentar Partia e Lirisë, zoti Blushi, nuk ndodhet në sallë. Fjala për kryetarin e grupit parlamentar Aleanca